i pari që dha shpreu vullnetin e votës ishte Ervin Saljani dhe më pas ishin edhe personazhe të tjerë, persona të panjohur, një emër tjetër që nuk e di nëse ka votuar apo jo, por i jepej e drejta e votës, ishte edhe personazhi shumë i përmendur në media Dan Hutra. Po patjetër. Ka kryer krimin e tmerrshëm. Ishte në lajme vetëm dje pra për dënimin e Trefisht, po. Eksakt. Kështu që nuk e di sepse për sa kohë nuk ka një vendim të formës së prerë, atij i lejohet i lejoj e drejta e votës, por patjetër kodi zgjedhor parashikon disa përjashtime për të burgosurit të cilët kanë kryer vepra të rënda kriminale dhe që nuk lejohen të ushtrojnë të drejtë votën. Në bukën e Fierit ishin 401 të burgosur, të cilët kishin të drejtën e votës, por sigurisht do duhet presim deri në orën 19 për të parë se sa do jetë numri në total i atyre që e kanë ushtruar të drejtë. Në qartë, me që e kam këtë shifrën këtu, po e ndaj me ty, 1081 persona në vend nuk lejohet të votohen si pasojë e rekordeve kriminale, pra si pasojë e krimeve që kanë kryer. U është hequr e drejta e votës.